Liria e shtypit është themeli i drejtësisë dhe demokracisë në çdo vend. Dhe pikërisht për këtë, gazetaria është e mirë publike. Kushtet që e kanë lejuar gazetarin për të përmbushur këtë, që e lejojnë gazetarin për të përmbushur këtë rol, po sfidojnë gjithnjë më shumë. Në këtë mjedis që po evoluon shumë, po formësohet nga transformimi digital, shtrëngimet ekonomike dhe kërcënimet e tjera. Inteligjenca artificiale dhe platformat digjitale po riformësojnë mënyrën se si informacioni prodhohet, shpërndahet dhe konsumohet. Edhe pse është rritur aksesi, gjithashtu ka debate për pronësinë dhe etikën dhe qëndrueshmërinë. Nga ana tjetër, populariteti po thellohet, nëse do thosha, në gjitha shoqëritë tona, diku më pak e diku më shumë. Besimi tek institucionet, përfshirë median, është nën kërcënim. Dhe vetë gazetarët po përballen me rritje të kërcënime, siç janë presioni publik, politik, sulmet fizike dhe sulmet online. Dhe duhet ta kemi të qartë se çfarë nënkupton kjo. Kur gazetaria dobësohet, pasojat nuk kufizohen vetëm të sektori i medias, por cënojnë cilësinë e debatit publik, mundësinë që politikanët të jenë llogaridhënës dhe cënon rezistencën e institucioneve tona dhe sigurinë kombëtare. Prandaj gazetaria si e mirë publike nuk është fakultative, është thelbësore. Dhe është pikërisht kjo që na ka sjellë sot këtu në këto 2 ditë. Unë besoj se është veçanërisht e rëndësishme që të hapim diskutimet, pa sigurinë nuk ka gazetar të lirë, nuk ka media të lirë. Dhe të fokusohemi tek mekanizmat e llogaridhënies dhe nevoja që kërcënimet ndaj gazetarëve të mos kalojnë pa u ndëshkuar.